Panajiri i Shkencës dhe Inovacionit, i organizuar nga Shkolla Finlandeze, është njëri prej aktiviteteve kryesore të shkollës, që organizohet tash 8 vite me radhë. Është aktiviteti ku gjithë nxënësit prezantojnë projekte të cilat ata kanë punuar gjatë vitit. Kjo është edhe thelbi i kurrikulës finlandeze, mësimi përmes projekteve, përmes praktikës, e gjithçka tjetër që e bën mësimin shumë më atraktiv, më interesant edhe më praktik për nxënësat. Çdo vit ne shtjellojmë tema të ndryshme në Panajër, ku nxënësat mandej krijojnë projekte në lami të ndryshme, si në art, muzikë, teknologji, shkencë, histori e shumë çka tjetër. Dhe pastaj këto projekte lidhen me një temë të caktuar. Për shembull, këtë vit e kemi evolucionin në kohë apo evolution of things, ku nxënësat i eksplorojnë elemente të ndryshme dhe zbulime në kohë, si kanë qenë në të kaluarën, si janë tash dhe si mund të duken në të ardhmen, ku ato kanë kriju prototipe të ndryshme. Gjithë këto projekte shfaqin kreativitetin e nxënësave, ku ata eksplorojnë fusha të ndryshme. Për shembull, ka nxënësa të cilët e kanë eksploruar se si ka qenë komunikimi në të kaluarën, si është tash dhe si mund të duket në të ardhmen. Të gjatë këtë viti, Panajiri i Shkencës ka qenë titulluar me Evolution in Things. Këtu i kemi realizuar evoluimin e pianos, duke filluar nga piano më e vjetër e realizuar nga Bartolomeo Cristofori, kemi Grand Pianon dhe pianon e së ardhmës. Pastaj kemi realizuar edhe shumë projekte të tjera me klasë që vazhdimisht mundemi mi pa tani. It's a very important event to us because our students are practicing and they are doing these projects for many weeks. And they can practice their communication, teamwork, presenting skills. And I think that they are taking it very seriously, and it's a great way to show how they can work as a team and they can build something together.